Si sot e 7 vjet më parë, 13 qershori vitit 2019, një thirrje e opozitës grumbulloi gjithë popullin e Librazhit, rinin e këtij qyteti dhe e pritën kryeministrin e vendit me protestë. Madje ai rrugë e pa rrugë shkoi në destinacionin e tij. Policia me brutalitetin e saj arrestoi jo pak po 36 vete. Madje 7 prej tyre i dërguan në paraburgimin e Elbasanit, ku 4 gjykata i lanë në burg. Unë Bujar Vreto, Bujar Kojku, Arjan Karriqi dhe Dashamir Boja. Burgu është i rëndë, por për kauzën tonë ne me dignitet e përballuam atë dhe vazhdojmë akoma në gjykata. Një pjesë prej nesh pranuan amnistin, por unë dhe Bujar Kojku vazhdojmë kërkojmë drejtësi sepse duam pafajësi dhe jo amnisti. Dua t'i përgëzoj, t'i falenderoj dhe t'i kujtoj me mjaft mall të gjithë ata të cilët ju bashkuan këtij masiviteti, kësaj energjie dhe bën atë që duhet. Dhe vazhdimësia e saj sot gjithë populli shqiptar është në protestë për të larguar jo vetëm Ramën, por edhe Berishën, sepse një opozitë e cila ka shtruar shtratin kur ishte në pushtet dhe sot vazhdon ky pushtet i cili shtron shtratin po për të njëjtën opozitë dhe i kanë krijuar popullit shqiptar këto probleme që sot po vuajnë. Prona nuk shkoi keq zoti. Shtresat e marginalizuara nuk u dëm shpërblyen. Historia nuk u rishkrua. Dhe të gjitha fatalitetet që sot po i përjetojmë janë nga ky binom. Dhe patjetër që trekëndçi Bermudës duhet marrë goditjen e merituar. Brinjët e trekëndçit duhet bien një nga një. Sot njëra është në burg dhe dy tjerat po marrin atë goditje që meritojnë. Unë dua të kërkoj edhe një herë nga kjo energji e madhe e kësaj proteste që të jashtëzakonshme, atë që s'bëm ne në vitin 1991, sepse na manipuluan, sot nuk kanë mundësi të manipulojnë këtë rini. Prandaj duhet shkojnë në definicion. Duhet i japim hapësirë dhe mundësi Shqipërisë, duhet i japim hapësirë dhe mundësi popullit shqiptar që të jetë si një i tërë dhe të arrijë të marrë të drejtat e mohuara të tij. Po ta shikojmë spakun, çdo ditë që merr vendime sekuestrohen nga 100 milion euro, 200 milion euro, 300 apo 500 milion euro. Dhe kush janë këta oligarkë? Janë parat e hajdutëve sot e 36 vjeçar. Janë parat e atyre që kanë grabitur xhepat tonë. Ne kërkojmë drejtësi, kërkojmë meritokraci dhe që të arrihet kjo duhet mbështetje të spakut. Dhe spaku të mirë menaxhohet, spaku të ketë forcën dhe energjinë e ligjit dhe spaku të ketë mbështetjen e popullit shqiptar. Se duke ndodhur kjo, absolutisht këta hajdut do të penalizohen, do të dënohen një nga një dhe do t'i hapet Shqipërisë mundësia e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe ai që të fitoj të drejtoj. Pra të kemi një shtet të së drejtës dhe jo një shtet klientelist. Zoti e bekoft rinin e Librazhit, Zoti e bekoft gjithë rinin shqiptare, popullin shqiptar, liridashës, intelektualët, të cilët duhet marrin me patjetër fatet e vendit dhe këtyre hajdutëve t'u tregojnë vendin një herë e përgjithmonë.